Përshëndetje nderuar kolegë. Zini vendet të vijojnë seancën, mos prishni seancën parlamentare. Do vazhdoj të flas për një temë që është shumë e rëndësishme. Ne sot po diskutojmë traktatin e markave tregtare. Juaj, nuk liron foltoren. Kjo është mënyra se si mbrohet. Të liroj foltoren të vazhdoj normalisht. Dhe japin më shumë siguri si përmarrjeve shqiptare. Në një kohë kur çdo biznes ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë të mbrojë emrin, identitetin dhe reputacionin që ndërton me punë. Sepse kjo mark pavarësisht marrjes kartave, kemi plot kolegë që kanë mundësinë të na japin kartën për të vazhduar dhe për të folur, sado që opozita Ju lutem zini vendet të vijojmë normalisht seancën. Ju lutem. ne nuk po ngret. Ju lutem të dëgjojmë kolegen. Nderuar koleg, Ky është një kolegun tuaj që bllokoi foltoren dhe prishi seancën. Në një vajzë tjetër. Merret karta deputetit?